Ishin triumfuesit e edicionit të parë të projektit teatror Mojësiu i Ri dhe në cilësinë e fituesit u takonte atyre të hapnin mbrëmjen e së hënës si parin e 3 premierave që do të shfaqen për publikun dursak në sallën e QKF Durrës. Tragjedia Medea erdhi nën regjinë e Najada Elmazit dhe interpretimin e nxënësve të shkollës së mesme Naim Frashëri, duke dëshmuar se dhe aktor jo profesionist mund të vënë në skenë shfaqje teatrore të realizuara bukur. Për regjizore Najada Elmazi, puna me nxënësit ka qenë sa e bukur aq dhe e vështirë, por në fund gjithçka që ka rëndësi është përfundimi. Janë shumë dashamirës ndaj teatrit, e duan artin, ishin goxha korrekt me punën dhe them se kanë punuar në mënyrën më të mirë të mundshme brenda një pune intensive dhe kanë arritur që të sjellin një shfaqje me të gjitha elementet artistik. Për nxënësit, pjesëmarrja në këtë projekt ishte një arritje e rëndësishme, që i lidhi dhe më shumë me botën e artit dhe teatrit. Irsa Vata, e cila interpreton Medean, vjen në këtë premier me çmimin aktoria më e mirë. Ajo nënvizon se përgjatë provave ka provuar një sër ndjesish, por është mjaft e kënaqur që së bashku me bashkëmoshataret e saj u përshtaten mjaft mirë me rolet. Ishte pak e vështirë përshtatja emocionale, pra që të futesha thellësisht në rol, por gjatë shfaqjes, domethënë gjithë ato emocionet e akumuluara, thjesht u shfryn ato momente të çlirova, domethënë edhe kam qarë, edhe jam inatosur, edhe kam qeshur mbi të gjitha, por që ishte me të vërtetë shumë bukur. Premierat e shfaqjeve të nxënësve të shkollave të mesme do të vijojnë këtë të martë me komedinë Boing Boing nga nxënësit e gjimnazit Gjergj Kastrioti, ndërsa të njëjtën do të ngjiten në skenë gjimnazistët e Olsi Lasko me komedinë e Shakespeare-it Ëndra e një nate vere.